Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Salavatet tona, selamet tona, të gjithja dërgojmë më të dashurit ton, më të dashurit Allahu Gjelle Shanuhu, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtar të ndershëm, motra të ndershme, mirë se vini në ligjëratën e radhës. Ligjërata 11 e këtij muaji të bekuar, muajit Ramazanit. I lutemi Allahu Gjelle Shanuhu që këto 10 ditët e para që i kanë kaluar, inshallah e kemi merituar mëshirën, rahmetin e Allahu Gjelle Shanuhu. Tani, inshallah do të futemi në 10 ditëqin e dytë. 10 ditëqi i dytë është muaj i magfiretit, muaj i faljes. I lutemi Allahu Gjelle Shanuhu na i fal gabimet tona, prindërve tanë, dhe mbar besimtarëve të botës. Ndërsa 10-qi i tretë i fundit është lirim nga zjarri i xhehenemit, lirim dhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit, inshallah edhe atë e meritojmë. Besimtarë të ndershëm, motra të ndershme, po vazhdojmë temën e sontit, ligjëratën e sontit, e cila ka lidhje të ngushtë me programin dhe ligjëratën e djeshit. Dje kemi folë për moralin, sistemin etik në islam, detajisht në aspektin akademik dhe fetar. Sonte është tematika durimi dhe vetë kontroli. Po edhe durimi edhe vetë kontroli besimtarit ka lidhje me moralin. Këta tematikat që i kumë zgjedh këtë program që e kam bë 30 programa gjatë tërë muajit, jenë të lidhura me njëra tjetër ngushtë. Prandaj, keni me pa, inshallah, gjatë prezentimit, që do të kemi edhe fjalë për durimin e për kontrolin e për përmirësimin e moralit. Po vazhdojmë me izën dhe me lejen Allahu Gjelle Shanuhu. Mos harroni, o vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, shariatin islam. Me po dikush më ju pyet juve, çka do thot Islami? Çka ka feja islame? Feja islame përgjigja është i ka që ta 7 sisteme. Sistemin e besimit se si me rregullua botën e brendshme shpirtërore, sistemi i moralit se si me rregullua botën e jashtme të sjelljeve tua, sistemi i familjes se si ky komunitet, kjo familje me ec mirë dhe mbar, sistemi numër 4 social, se si komuniteti, gjendja sociale me qenë në rregull, sheriati apo islami është edhe sistemi që e ka sistemin ekonomik, që na udhëzon neve islami, burimet e fitimit tonë. Ka e fitojmë na pasurin, si e fitojmë na pasurin, a fitojmë me djerës, a fitojmë me hile, a fitojmë pa djerës, që shumë më rëndësi është. Edhe këtu, ajete kuranore ka mjaft në Kur'an për sistemin ekonomik. Po dhe numër 5, numër 6, sistemi politik. A ka lidhje feja islame me politikën, me liderin, me popullin, po me luftimin e korrupsionit, me luftimin e krimit, e me paqen, po ka lidhje. Se pa një lider nuk shkon puna mbar. Pa ligj puna nuk shkon mbar. Prandaj çysh ka qenë pejgamberi ynë, i dashur ynë, sallallahu alaihi wasallam, lider në Medinë, komandant në Medinë, lider ushtarak, komandant suprem, myfti, kadi, gjykatës, po bab, pejgamber, gjitha i ka pas, edhe kështu formua shteti islam në Medinë, me gjitha këto elemente që ka për i përmendi une, dhe së fundi sistemin e vakufeve, donacionet tona, hajratet tona, tuajat, në rast se shteti dobësohet,
do në mërzu, më falimentu, krizat financiare, pa punësia, po devalvimi e probleme tjera, atëherë vjen pasuria e donatorve, vinë këto vakufet, po këto ndihmat e tona që i kemi dhënë në shërbim të popullit, unë e kum lënë livadhin për i zatë Zotit, e kum lënë këtë dërtes për i zatë Zotit, e kum lënë shkollën, e kum dërtu për i zatë Zotit, e kum dërtu spitalin vakuf për i zatë Zotit, i kum hap një 5 bunare të ujë, të burimit të ujë, në rast se kemi krizat me ujë, e kështu me radhë. Institucioni vakufit kam funksionu qysh kohën e pejgamberit a.s. dhe gjatë historisë islame, edhe kohën e perandorisë osmane ka funksionu shumë, dhe sot e asaj dite Ballkani, toka tona je plot vakufe, plot qendra që kanë lë bamirësat dhe ruhen ato me tapi. E për këtë çështjen e vakufeve, Ballkani ka pas një dietar të madh nga Gostivari, profesor Dr. Hasan Kaleshi, rahmeti pas shpirti, e ai ka shkruajt kohën e Jugosllavisë temën e doktoraturës së tij, najstari arapski dokumenti u bivši Jugoslavi sa vakufima. Dokumentet më të vjetra në gjuhën arabe në Jugoslavi që kanë bëjnë me vakufet. E profesor Dr. Hasan Kaleshi nga Gostivari, rahmeti pas shpirti, e ka lënë gjitha dokumentacionet duke u lumtu në arkivin e shtetit Osman, se ku ka vakufe në për Beograd, në Nish, në Maqedoni, në Kosovë, këtë jenë të shënune. Prandaj vakufi nuk hub, ndjersa muslimani nuk hum, e këtu në duhet neve tani na të mendojmë për shpirtin ton, të mendojmë për fëmijët tanë, po që na, sa të jemi një gjallë, një pjesë të pasurisë, nëse kemi, belon vakuf për i zatë Zotit. Vakuf e lo tokën për xhami. Vakuf e lo qëtë laptop më përdor për studentet, për fëmijët, sa kanë nevojë. Vakuf e blen një projektor për i zatë Zotit me prezentua ligjeratat. Vakuf që të tepijat, sa të kanë jetë dhe ymër këto tepijat e xhamisë që po falemi na, qaq se vapi dhe shpërblimi i shkon atij bamirësit. Vakuf do me ndërtu një klinik, vakuf do me pru një mjek për me kontrollue shëndetin e popullit në fshat, në lagje, e kështu me radhë. Vakuf i ble 10 kokë lop, i ble 20 kokë dele dhe i jap dikujnë që aj me punue dhe me furnizu veten, me kultivu jetën e bujqësisë dhe të punës e kështu me radhë. Prandaj gjitha llojet që ka i ndihmojnë shoqërisë, që ka i ndihmojnë popullit, jenë të mirë se ardhur. Kështu sheriati islam, feja islame, e ka futur edhe sistemin e vakufeve. Kush prej jush ka shku në Medinë, umre me ba Allahu kabul inshallah, sot asaj dite prej kohës pejgamberit alayhis salam, dihen bahqet dhe tokat dhe arat në Medinë që kanë qenë vakuf të sahabeve. Hazreti Osmani radiallahu anhu e kalon arën e tij me bunare, ka pas bunar aty, e kalon. Sahabiu tjetër e kalon fushën e tij me hurma, vakuf. Sot asaj dite që 1400 vjet ruhen ato. Prandaj vakufi është një institucion i cili ja sheh hajrin, ai vdekni edhe pas vdekjes. I thojnë sadaqatul jarije. Kur vdes i biri Ademit, këtë këputët marrëdhënia me dynjan, vetëm prej 3 gjanave nuk këputët. E kalon i djalë të mirë pas ti, ai djali i mirë lutet për babën e tij, e kalon i dituri, e kalon i shkencë, një zanat të mirë, i ka mësu studentat, i ka mësu talebet, e kjo punë e studentave, e zanatit mirë, ka me shku shpërblimi ati vdekurit gjerë ditën e gjykimit. Dhe së fundi, po sadakatun jarije, dikush që i lën një sadaka për Allahun xhaleshanu si vakufet, dhe vazhdon mirësia dhe bereqeti ati vakufit deri sa të ekziston jeta. Kjo është feja islame. Mos harroni këtë figurë.
Këto 7 sisteme. E prandaj tani po kalojm pika tjera ku dje i komentum dhe i tregum që morali ka të bëj që ka komentuar ky dietarin madh i Egjiptit në Universitetin e Sorbonit në Francë me doktoraturën e tij më të mirë që ka shkruar në vitet e 60-ta, po në gjuhën franceze la morale in Kur'an. Morali, desturi, kushtetuta e moralit në Kur'an. Po kodi etikës në Kur'an. Dhe e ka marrë notën më të lartë në Universitetin e Sorbonit. Ky dietar i madh, libri i tij mësohet në për tërë botën. Kush dëshiron këtë libër, është një prej punëve në gjuhën shqipe, nuk e kam pa që është përkthyer. Rekomandoj shumë me gjetë këtë libër frangjisht dhe me përkthy në gjuhën shqipe. Arabisht është, frangjisht është, po gjuhën shqipe dhe në gjermane nuk e kam pa. Shumë është libër me vlerë, mu përkthyje dhe me e shpërnda popullit me kuptu zemrën e fesë islame dhe me kuptu moralin. Dje komentum që kur ka fol ai për moralin, ka fol dhe thot qysh është kurdis, ligjet e perëndimit, ligji i perëndimit në përgjithësi është mbështet në kanunin apo kushtetutën e romakëve dhe të grekëve. Dhe kështu janë formu këta kushtetutat e perëndimit. Edhe Zvicra, edhe Franca e kanë marrë shumë nga romakët e vjetër dhe grekët dhe i kanë përpilu kushtetutën e tyre. Pastaj kanë ardhur edhe arabt, e kanë marrë për ligjit Zvicrës e për ligjeve romakëve, i kanë bërë secili kushtetutën e vet. Ky dietar pasi që të folë këtu, na komenton neve tani vetëm sa për përsëritje, kur kemi të bëjmë me moralin, kemi gjana që janë urdhra të prera, kemi ndalesa që janë të prera, kemi gjana të lejuara dhe kemi të lejuara në rast nevoje, për emergjencë. Prandaj morali jeta e njerit kështu është. I shpjegojmë këta gjana dje, dhe tani po kalojmë te etika familjare, që morali dhe etika ka të bëjë edhe me familjen, me prindërit, se si të kujdesime për prindërit tanë, etika bashkëshortore, etika ndaj të afërmëve dhe etika trashëgimisë. Edhe kjo ka të bëjë me moralin dhe etikën, se si jenë marrëdhëniet tona me prindërit tanë, kjo pjesa numër 2. Pastaj pjesa numër 3 që ka folë në libër ky dietar i madh, etika sociale. Ti mu kon buri mirë, musliman i mirë, nuk kom mjaft vetëm ti mu kon i mirë për vete, po duhesh me qenë i mirë dhe për familje, po duhesh me qenë i mirë dhe për shoqërinë. E kur bëhet fjala tani për shoqërinë, kemi urdhresa, kemi ndalesa, kemi edhe ligje të përgjithshme. Edhe kjo ka të bëjë me etikën e muslimanit dhe moralin e muslimanit. Kjo pjesa 3. Pastaj po kalojmë në detale pjesën 4, etika shtetërore. Edhe shteti si shtet e ka moralin e vet, e ka rregullat e veta. Kemi marrëdhëniet, obligimet dhe të drejtat e reciproke, populli me qeveritarin me kryetarin dhe kryetari me popullin, po kemi edhe marrëdhëniet e jashtme, po ndërkombëtare, internacionale, ku shteti i ka rregullat e veta se si sillet. Fenë islame edhe na i kemi këta. Fenë islame edhe na i kemi këto rregullore, si ka përmend ky dietar. Këta janë 4 pjesë e moralit. Djena komentum për burimet. Ka jenë burimet e ligjeve njerëzore, jenë sistemet perëndimore, forca dhe ligji, dhe kemi sistemet shpirtërore, hynore, ku thot Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ai cili nuk i tutet Allahu xhaleshanu, se ka frikën e Zotit, ai e ka frikën e shtetit, forcës. Ai cili e ka frikën e Zotit, shteti nuk ka, do të thotë, s'ka kundërshtim këtu. Ai e respekton. Dhe se unë nëse respektoj normën e shpejtësisë, këtu shkruan 80 me drejtuat automjetit, jo ma shumë se 80, kjo kultura ime, njëtën kohë unë si musliman e respektoj këtë, po njëtën kohë dhe respektoj këtë shtet ligjor i cili e ka vendosur për të mirën e njerëzve. Nuk ka problem dhe kontradikt, as pak. Vendet e perëndimit e kanë ligjin, vendet islame e kanë edhe ligjin, po e kanë edhe fejen e kanë.
Pastaj ne folëm burimet fetare që kultura muslimanit, ka i marim na për kodin ton etik dhe moral, ku po bazohemi, dje komenton bazohemi në për libra fetare, e kemi Kur'anin e madhnuar, e kemi sunetin e pejgamberit alayhis salam, e kemi mendimet e dietarëve, kur s'ka dhe një argument në Kur'an dhe në sunet, të bohen dietarë të mëdhaj dhe i debatën këtë çështje dhe dalim me një vendim. Po kemi pastaj edhe burimin numër 4, analogjia islame. Është një temë krye në veti, edhe në përmjet këtij kanalit i kemi na burimet tona se si e rregullojmë etikën dhe moralin tonë. Pas këtyre gjanave djena i komentojmë ajetet koranore që duhet më respektu fjala e Allahut, duhet më respektu Kur'ani, duhet më respektu fjala e pejgamberit alayhi salatu vesselam, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të jemi musliman të mirë, besimtar të drejtë dhe të sinqert. Pas këtyre gjanave i komentojmë në këta gjana tjera ajetet mjafshme, e tregon vlerën e moralit, se sa dobi ka morali në jetën e muslimanit. Shumë pejgamberi ynë i ka dhënë rëndësi të madhe moralit të mirë dhe ka thënë se unë jam dërguar nga Allah për me plotësu moralin e mirë. Besimtarët me besim të plot janë ata cilët kanë moral dhe etik më të mirë dhe më të përsosur, apo don veten me ditë ai buri mirëti. Ai e person që ta shohin hajrin populli, komuniteti, familja, që duhet me pas moralin dhe etikën e mirë, tërbijen e mirë, edukatën e mirë. Pa edukat mirë, pa moral të mirë, nuk ka bereqet. Pas këtyre gjanave që komentuam, hadithet e shumta kalom në pjesën e dytë, po te kodi etik të urdhëresat. Pastaj vijnë ndalesat, pastaj vijnë parimet e lejuara në raste të në emergjencës. Të urdhëresat, dje folëm shpejt e shpejt, po pjesën e parë komentuam detajisht, etika individuale të njeri. Dhe i përmendëm urdhëresa që kanë bëjnë me njerin, ndalesat e kështu me radhë. Dje përmendëm sa për përsëritje që Allah na thret për arsimim, na thret që të specializohemi me një drejtim, na thret që të angazhohemi për përpjekje më mirë, na thret për pastrimin e shpirtit dhe këto ajete kuranore, hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Kjo është etika individuale. Për etika individuale përsëri vazhdim të urdhëresat, bisedum në ligjëratën e kaluar, se si me ruaj qikimin ton prej haramit, se si të qëndrojmë në rrugë të drejtë Allahu xhaleshanu, se si gratë tona, vajzat tona, motrat tona të mbulojnë trupin e tyre dhe mos t'i provokojnë të rritë me zhveshje dhe me veshje jo të moralshme. Kjo duhet të ekzistojnë në zemrën e popullit, zemrën e muslimanit, dhe përsëri folëm për turpin dhe që është për rëndësi turpi të fëmijët tanë, të gratë tona, të populli. Gjitha këto pikat kanë të bëjnë me etikën individuale, me njerin, si njeri, të urdhëresat. Pastaj folëm përsëri etikën individuale të urdhëresat, mos me ndjek dëshirën dhe epshin tanë, ki kujdes nga rreziku i barku gjithmonë çtin dhe njerë dhe haram me hangër, me vjell pasurin, me keq përdor, duhet me kontrollu epshin tanë, duhet me kontrollu egon tanë dhe mos me ju përgjigj ftesave të barkut, duhet me pas kujdes edhe nga keq përdorimi i organeve gjenitale që në ka nderuar Allahu xhaleshano me këtë, vetëm me vende halal e me fjalë të Zotit e pejgamberit ata mu përdor, me bismillah, në emrin të Zotit, me nikah halal dhe me pas lidhje dhe kontakte harame jashta martesës, këta janë gjitha të ndaluara dhe janë të rrezikshme për shoqërinë. Feja islame ka ardhur për me rregullu familjen dhe i ka kushtuar rëndësi familjes dhe se e ka ruajtur shoqërinë me martesë halal. E martesat jo halale që ka janë, aty pastaj lidhjet jashta martesore, aty problemet lindin, sëmundjet lindin, telashet e problemet ju i din edhe vetë, e feja islame ka ardhur për me ruaj shoqërinë. Prej etikës individuale, si duhet muslimani më koni mirë, e treguam edhe shehja e zemrimit dhe hidhrimit, duhet me ruajt veten, mos mu hidhrua për çdo gjë dhe mos mu hakmar,
Përsëri për etikën individuale, përgojimit duhet të rim larg, mos t'i marrim të tjerët për goje, të kujdesim për veten tonë, mos t'i akuzojmë të tjerët pa argumente, të jemi të modest dhe të butë, jo mendjemllaj, jo arrogant ndaj njëri tjetrit. Shumë duhet të jemi të kujdesshëm, sepse jemi duke folur për etikën individuale. Tema e sondit është butësia dhe durimi, apo shifni o vëllezër të ndershëm, gjitha këto temat janë të lidhura me zveti. Se si muslimani bëbon në Ramazan ma buri mirë, ma i sinqert dhe ma i devotshëm. Pastaj, prej etikës individuale përsëri e kemi durimin, kemi sjellje të mirë ideale, kemi mendimin mesatar, nuk kemi ekstremista, kemi vepra të mira, të gjitha të vlera për durimin, për sjelljen e mirë, për mendim të mirë mesatar, jo ekstrem, për vepra të mira i kemi ajetet kuranore që koha neve nuk përna premton mi lexu gjitha këto ajetet. Vetëm po du që ju me pa bukurin e fesë islam o vllazën, o motra të ndershme. Shifni çfarë fe kemi me sistem, me rregullore pi A gjën në Zh. Për çdo gjë Kurani na ka edukuar dhe na ka mësuar. Prandaj është obligimi yni që na t'i kthehemi Kur'anit, ta studiojmë Kur'anin, ta mësojmë Kur'anin, ta mësojmë jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe ta edukojmë jetën, t'i edukojmë fëmijët tanë, po dhe ta edukojmë edhe shoqërinë. Kjo akoma për etikën individuale, për njeri, si person. Po vazhdojmë pastaj te etika tjera, po etika individuale numër 7, garim në vepra të mira, siç komentuam ditën e diell, për hajrate, kur është puna për vepra humanitare, për donacione, mos prit, po duhet me garua, sepse Kurani po thot garoni në vepra të mira, po se i keni për veti, çka të bëni për veti, çka të jipni për veti, për shpirtin tuaj, sinqeritetin në vepra, respekt dhe lojalitet, me pas për shoqërinë, për fen, dhe jo me qenë tradhtar, edhe jo me qenë njerëz jo të respektueshëm. Pika e 7, akoma jemi të etika individuale, të morali, qysh me bë njeri, qysh me bë individin ashtu si duhet, të vyshëm, të dobishëm. Në përvende të ndryshme, japin shumë para, shumë të holla, për me eduku rinin, për me luftu krimin, për me luftu narkomanin, drogën, po prostitucionin, ndërsa feja islame, shifni, e ka udhëzuar njeriun në zemër, njeriun si njeri, me gjitha këto obligime. Ala jemi të etika individuale, djeri si individ, si person. Pastaj po vazhdojmë të pjesa tjetër, po që mbaron etika individuale, e tani po kalojmë në pjesën tjetër, për me pa se çka është etika sociale. Ju faleminderit për këtë pjesë që ndëgjuat, e tani pjesa tjetër e këtij prezantimit ku pjesa e dytë të sistemit moral, kjo falni pjesa e tretë, po atër po vazhdojmë këtu duke i zbuluar fshirësitë kuranore, sa për rikujtim tematika që i kemi diskutuar etikën individuale, gjitha këto gjanat i komentuam gjerë më tani, e tani do të kalojmë së bashku për sëritje dhe njerë shariatin islam, o saharoni, këto sistemet, ata që ka erdhen ma vonë, gjithmonë kujtone shariatin me këto 7 sisteme, e pastaj po vazhdojmë të pjesa tjetër, kaluan urdhresat, i mbarum urdhresat, tani do t'vim të ndalesat. Çka janë tani ndalesat? Po të etikat individuale, mos harroni thirrjen për revolucion, të heshtur, bënu buri mirë pa fjalë, mos bën të lëvi, mos bën të lashe, mos e ngrit zërin pa nevojë, po bën një revolucion, një ndryshim të heshtur me vepra në jetën tënde. Kjo është sot nevoja jonë e cila bëron ky revolucion, i cili bëron nga zemra muslimanit të sinqert. Sot kemi shumë nevojna për ndryshim të veprave tona, të fjalëve tona. E tha sa për rikujtim dietarë që i komentuam, e tani po vazhdojmë të etikat pjesa tjetër, të urdhresat, të ndalesat, e mbaruam etikën individuale,
tani kalon me pjesën etika sociale. Te etika sociale tash te komuniteti, edhe këtu kemi urdhresa, edhe këtu kemi ndalesa, edhe këtu kemi ligje të përgjithshme. Do me thonë, na duhet me i njoft obligimet tona ndaj njëri tjetrit, o burra, o vllazën, na kemi shumë borxhe ndaj njëri tjetrit. E ato borxhet, ato obligimet, si i njohim nëpërmjet dinit islam me këto prezentimet e etika sociale. Kur flasim për etikën sociale, këtu kemi edhe etikën e shtetit, po, marrëdhëniet, obligimet e popullit me qeverinë dhe obligimet ndërkombëtare, e tani të shohim detale etika individuale të ndalesat, urdhresat folëm, tani të ndalesat. Apet kemi punë me njerin. Të ndalesat Kur'anin e ka ardhë, kini kujdes për vetvrasjes. Mu bo katil i vetvetes haram është gjuna i madh, do të jesh gjithmonë në xhehenem. Kur nuk do dalësh për xhehenemit, pse e ke marrë shpirtin tënd pa lejet e Allahu xhelle shanu. Se shpirti është amanet i Zotit. O dhurat e Zotit, ai ta ka dhënë, ai ta merr. Dhe ai i cili ta merr shpirtin, e mbyt dikon pa të drejtë, ai njeri dënohet edhe me ligj edhe me fe. Prandaj te etika individuale të ndalesat, urdhresat i krym, vetvrasja, dhuna fizike ndaj vetes, po kjo është e ndaluar rrepsisht. Kohët fundit, lajmet në Kosovë, në Ballkan, në Shqipëri, në Maqedoni, në Arabi, po edhe në Evropë, shumë na tregojnë që është përhapur dhuna dhe vetvrasja. Rinia bëjnë vetvrasje. Rinia e përdorin dhunën ndaj fëmijëve, ndaj grave, po që besa dhe ka raste në Kosovë janë shënu që edhe fëmijët e përdorin dhunën ndaj prindërve runa Zot. Kemi pas raste që ka ndodhur vdekje, ka ndodhur vrasje. E pse kjo ndodh te rinia? Se nuk din rinia. Duhet më ardhë më eduku rinia me mësu sistemin islam, çka bën dhe çka s'bën, cilat janë vijat e kuqe të dinit islam. Prandaj pjesën e parë që komentuam dje, aty ishin urdhresat, aty ndalesat. Rana është ndaluar rrepsisht. Rana të përdoret në përgoja tona, në për fëmijët tanë, të punëtorët tanë, të studentët tanë. Kjo është një veti e urrëtur e përbuzur, nuk është vlerë rana. Prandaj ka ardhe feja dhe largoni për fjalëve të rrënjshme. Gjitha këto janë ajetet. Kreta këto janë të argumentet koranore. Hipokrizia, munafikia, dyftërsia, gjitha janë këto vlera të urrëtura dhe feja islame nuk i pëlqen këto vlera që e shkatrojnë njerëzin dhe popullin e vllazën të ndershëm. Shifni çfarë bukuri ka ardhur feja islame. Për ndalesave të etika individuale po vazhdojnë përsëri, po kontradiktat, kundërshtimet mes fjalëve dhe veprave. Shumë duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk bën hoxha me fol diçka e me punu diçka kundër tjetër. Mësuesi me fol diçka studentëve, e ndërsa ai me punu diçka në të kundërtën. Lideri, shefi i kompanisë, me fol diçka e me kundërshtu me vepra ato çka po e flet. Dekani i fakultetit me fol diçka, pastaj me kundërshtu me vepra. Këto veti të urrëtura kanë qenë veti të popujve të hershëm të krishterëve, të cilët i kanë urdhëruar dikën mos bën keq e vet kanë bë keq. I kanë thënë dikujt ndalu nga vetit e këqija e vet janë zhyt në vetit e këqija. Feja islame ka ardhur dhe ka ndaluar, o ju që besuat, pse po thoni atë që nuk e punoni? Ha? Logjika nuk e pranon, burrnia nuk e pranon, ligji nuk e pranon, e duhet me pas kujdes. Kooperacia në pasuri dhe në vepra. Duhet me pas kujdes o vllazën, na të gjithë jemi për pasuri. Të gjithë duhet me punu me halal. Të gjithë duhet me punu dhe mu angazhu për këtë jetë, po keni kujdes. Keni kujdes, mu u fut pasuria në zemër dhe ju mu shëndrua dhe thot me hub personalitetin tuaj, me hub vlerën tuaj shpirtërore dhe psiqike për pasuri. Lakmia njerit, lakmia e mbyt njeriun. Syri i pangopur e mbyt njeriun. Për lutju Zotit me dhëni pasuri mesatare, një jetë mesatare të lumtur,
mos vja zga dorën dikujt, as fëmijët e tu, dhe as nipat dhe stërnipat e tu, mirë po, materialist numër 1, pasuri, pun, dhe me haru obligimet e komunitetit, me haru obligimet e familjes, me haru obligimet fetare, zekatin, sadakan, këto gjanat jenë të urejtura si pas Kur'anit. Allah po thot, kone ka rujt Allah prej lakmisë vet, ata kanë shpëtu. Sa ka shumë njerëz jenë bo robër, jenë shëndruar në pengje në robër, jenë bë sklever të lakmisë. Syni i pangopur dhe njeri tonë më ngran tër dynjan. E kjo nuk është veti e mirë. Kjo nuk është veti e mirë. Ata që janë kopras dhe urdhërojnë njerëz për të qenë kopras se të tjerë, dhe e fshejnë ata që ju ka dhënë Allahu, po vaj halli për ata do të kenë dënime të mëdha të madhe të Allahu xhaleshanu. E duhet të kemi kujdes, do thot nga pasuria e cila do thot na shëndron në skllëvëri. Etika individuale të ndalesat, shpenzimi tepërt, masraf pa nevojë, nuk ka nevojë me babura, o vëllezër, o motra. Gjithmonë gjendu në rrugën mesatare. Hani e pini, Allahu po thot në Kur'an, "Wakulu washrabu wala tusrifu", hani e pini dhe mos shpenzoni. Innahu la yuhibbul musrifin, se Allahu nuk i don ata cilët i shpenzojnë. Të gjitha janë këto ajetet kuranore, po jep qeni të afër me tuaj të drejtën atyre që ju takon, të varfërve, udhëtarit e tjera, e mos shpenzoni tepër. Po, keni kujdes, sa ata cilët shpenzojnë tepër janë vëllezërit e shejtanave, vëllezërit e djajve. Mos u bën masrafxhi i madh, se gjuna është. Pastaj, pe etikës individuale ndalesat formalitetin e vepra. Keni kujdes, o vëllezër, duhet me luftu dyftyrsin, namazin që pe falish këtu në xhami, lidhu me Allahun direkt, dhe mos hajde në xhami për hatër të kojshis, e për hatër të vllaut, e për hatër të shokut, e ku ta dion për hatër të kujt. Po vi me i lajt kusuret e mia, gjunat e mia, obligimet e mia. Prandaj e bëj këtë punë për Allah. Nuk du askush me më livdua, askush nuk du me fol për mua, sepse unë kam punë me të madhin Zot. Jam bërgjlin ndaj atij, jam katar dhe gjunaqar ndaj atij. Duhet me pas kujdes, ku Allahu xhaleshanu Perëndia nuk i dhan as ata që ndajnë nga pasuria e tyre sa për sy e faqe. Me pas kujdes në formalitet dhe në hipokrizi. Krenaria, mburja me fëmijë dhe pasuri ka qenë veti e gjahiljetit, e romakëve, e kinezëve, indianëve, civilizime të vjetra dhe gjahiljetit. Po janë krenuar e kam që kaq fëmijë, kam që kaq pasuri. Këto vetit i ka luftu feja islame. Se këta nuk e bëjnë njeri unë njeri. Këta nuk e bëjnë muslimanin ashtu si duhet. Prandaj me pas kujdes për këtyre gjanave që kanë bëjnë me etikën individuale të ndalesat. Pjesën e parë kam urdhëresat, tani ndalesat. Pastaj pjesa tjetër të ndalesat e etika individuale, po e kemi këtu, e kemi. Po me pas kujdes dashurinë e kësaj jetës. Me pas kujdes mendje madhësien, mos më konë mendje madhë. Kini kujdes o vëllezër, mendje madhësia shkatron. Me pas në zemër sa një grimës të atomit, nuk e nin erën e gjenetit prej mendje madhësis. Për shkaku i mendje madhësis, kini kujdes nga mendje madhësia dhe lavdrimi vetë vetës. Gjelozia dhe lakmia. Jem gjeloz ndaj vllau tim, jem gjeloz ndaj miku tim, ndaj atij shokut. Kjo ta shkatron zemrën, ti hub shpërblimet e tua, e me pas kujdes mi rujt zemra tona dhe më rujt nga këto sëmundjet e brendshme. Dhe lakmin, edhe njerë po përsëris, me luftu ti me egon ton dhe me shpirtin ton. Këta janë sëmundjet brendshme trupit me një madhësia. Po vi në xhami, po do shta kam kerin e mirë, po du mi të regu të tjerve se qfar makine kam, qfar motori kam, qfar kravate kam, po qfar sahati kam. Këto vetit nuk vlen për muslimani. Muslimani është i but, muslimani është modest, muslimani është i thjesht, muslimani është plot dashurin e tjetrit. E këto gjanat dini islam ka ardhë
për me na I kultivuar mesin tonë. Prej ndalesave të etikës individuale, mos brengosja për të kaluar dhe mos gëzimi për të ardhmen. Mos mendosh shumë për fëmijët tu, kanë kalu ata, çka ke bë, po Allahu xhaleshanu ta I fal gabimet, po edhe këqyr përpara. Shikof përpara se si do të vjen fundi im, fundi yt, po gjithmonë duhet të jemi në atë mesatarën, me qajt për gabimet tona, me qajt për gjunahet tona, po edhe me mendu të jemi optimist për një ditë të ardhshme, për një ditë më të mirë, në mënyrë që të jemi në rrugën mesatarët e fesë islame. Te etika individuale të ndalesat, kjo ishte pjesa e 7, ndalesat zinaja, prostitucioni, bigjozi, alkoholi, droga, të gjitha veprat e ndyta, të gjitha këto gjanat e shkatrojnë shoqërinë, e shkatrojnë njeriun, e prishin burrin, e prishin rinin, e prishin muslimanin. E Kurani ka ardhur me kodin civil, kodin etik, kodin moral mi tregu botës, mi tregu shoqërisë. Ja, pra, kjo është libri I Allahut. A pesheni në për çdo shtet të botës luftohet narkomania, luftohen droga dhe drogagjit, luftohet bigjozi, luftohet alkoholi, po nuk janë gjana të dashuruar dhe nuk janë gjana të preferuara. Janë elemente, janë faktor që e shkatrojnë shoqërinë. Prandaj feja islame, Kurani dhe Suneti kanë ardhur na kanë ndaluar gjitha nga këto vetit të cilat na largojnë nga Allahu, këto vetit e dyta, këto gjeste të cilat nuk I përkasin hija muslimanit, duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm pa pastrojmë veten tonë. Prej etikës individuale të ndalesat, po burimet e fitimit të dytë. Jëm biznesmen, ka për fiton atë pasuriti, një zot e din. Ku mbo pasuni, por një zot e din se si po punon ti. Duhet me pas kujdes burimin e halalit, rishpeti, korupcioni, fajdja, me dho pare me fajde, me dho pare me kamat, me dho pare do thot për trafikim të prostituteve, e të emigranteve pikalu për shtetit shtet në shtetin tjetër. Gjitha jenë këto burimet të ndyta, nuk jenë të pastërta. Kuku për ty, o musliman, o ingrati, o I gjori, I cili për do konë familjen me këtë zanat. Këta jenë zanatët të ndaluara, jenë veprat të ndaluara, nuk guxon musliman me pas burimet e ndyta. Ma mirë ta kem një rrogë mesatare të vogël, e tjetë halal, se sa me pas një rrogë të madhe, e kreta e rroga me kafene, me bigjaz, e me bingo, e gjitha këto vetit sot çka po I dim në për Ballkan, në për botë. Muslimani rrin larg këtyre veprave të ndyta. Nuk guxon më pasuru. Trafikim me prostitucion, profesioni prostitucionit, tun përëndim dashtë ato të drejta njeriut, po kjo vlen për ata, për neve nuk vlen o vllazën. Këta ja ka dhënë drejtat. Po shërbim social, do të na po bëjmë shërbim social, social service I thënë gjuhën angleze. Po me këtë zanat, me profesion të dytë. Kjo ka qenë edhe në Mekë, kohën e pejgamberit alayhis salam o vllazën, para islamit. Edhe në Mekë kanë bërë prostitucion. Dhe ka pas prostitute, për ka ardhur feja islame, mi luftua këto burimet e dyta, këto vetit e dyta të shoqërisë. Apo janë qarta këto fjalë vllazën, çka po I flasim? Kështu studentëve tanë për universitete I flasim në mënyrë sistematike ndal nga dal me kuptu fejen islame pi a gjerë në zhë. Ngrënia pasurisë e jetimit, pa të drejtë, keq përdorimi. Ka vdek vllau im, I ka lënë, mashallah, me miliona pasuri, po fëmijë vegjël, u martua vonë fëmijë vegjël. E tani unë si agja, si migja, kum shku dhe e kum keq përdor pasurinë e vllaut. Kinë se po interesona për jetimin, kinë se po ndërtoj biznesin e tyre, kini kujdes nga ngrënia e pasurisë e jetimit në mënyrë pa drejtë. Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata të cilët e hanë mallin e jetimit pa të drejtë, janë të hangur barkun e tyre zjarr edhe kanë mi hinë xhenem. Prandaj pasuria e jetimit është amanet, duhet me rujt ma mirë se pasurinë tënde.
Etika individuale të ndalesat, po mundohem me përfundu faqen e fundit, se tema është e gjatë o vëllezër të ndershëm, menaxhimi, lidershipi i keq, shefi zullumçar, po Perëndia ju urdhron gjykatësi rishfet, avokati po han pare, nuk po tregon drejtësinë. Ta janë veti të dyta të cilat çka ndalni ata sepse të gjithë do të mirën në përgjithësi. Të gjithë këta, zullumçari, i korruptuari, gjykatësi jo i drejtë, avokati jo i drejtë, të gjithë ditën e gjykimit do të vinë waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalni, Allahu thot me laqeve, edhe do të marrin në pyetje çdo kën individualisht, personalisht. E keni kujdes se si po fitojnë pasurinë, se si po i rritin familjet tona, fëmijët tona, e etika individuale të ndalesat ka të bëjë edhe me këtë, ruajuni pi zullumit, ruajuni pi mundit, mos i mundoni punëtorët, mos i mundoni po nusët nëse i keni në përshtëpia nuse dhe të reja, mos i mundoni shërptorët nëse keni shërptorë në përshtëpia, po gjithmonë t'i frigoheni Allahut xhelleshanu. Etika individuale të ndalesat o vëllezër të ndershëm, po folën për udhëresat, folën për dalesat, tash kjo tematik kryen vete të lijuara absolute të personi dhe për emergjencë. Këtu duhet ligjërata nesër me inshallah. Ju falenderoj për ndëgjim, për respektin. Allahu në xhennet na shtyp gjithëve të gjithëve kështu si jemi. Allahu qoftë i kënaqur me juve. Allahu na i fal gabimet tona dhe gabimet tuaja. Allahu na i pastrof zemrat tona ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.